Vazhdon telenovela dashurisë me Akademinë e Futbollit Elbasan pas denoncimit që pamfleti ka bërë vitin e kaluar për shitjen me humbje të aksioneve që Bashkia Elbasan kreu në favor të AF dhe pazareve me baste që mbajnë në këmbë këtë marrëdhënie. Sot në Këshillin Bashkiak Elbasan është paraqitur nga AF Elbasani një kërkesë për shfrytëzimin e ambienteve të ish-konviktit Ymer Tola pa asnjë kundërshpërblim. Kontrata parashikohet të ketë kozgjatje 5 vjeçare dhe godina do të përdoret për akomodimin e stafit dhe lojtarëve të AF Elbasani. Qëndron e paqartë logjika e dhënies papagesë të një godine rreth 1300 m2 ndaj një shoqërie aksionere fitimprurse, ndërkohë që vetë Bashkia Elbasan është aksionere me 30% të aksioneve të shlyera përmes kapitalit të investuar në këtë SHA, përse prona publike vihet vazhdimisht në dispozicion të kompanive private, ndërkohë që në rrugët e qytetit enden gra të dhunuara me fëmijë të pastre, përse Bashkia Elbasan nuk i përdor këto godina për familjet që nuk përfituan nga bonusi i qeras apo kredite buta, pasi listat u mbushën me emrat e të afërmve të pushtetarëve. Në një vend normal, opozita do të reagonte ndaj këtyre padrejtësive, por fatkeqësisht, edhe sot një pjesë e saj votoi paturpsisht për keqpërdorimin e pronës publike. Këshilltarët e PD, Eugeni Saj, Bianca Çopja dhe Zamir Muzhaçi u bën pjesë e pazarit me një ngritje kartoni, pa u shqetësuar për dëmet financiare dhe aq më pak për stresat e marginalizuara të qytetarëve, dhe kjo në emër të dashurisë për sportin dhe zhvillimin e qytetit. Me siguri thirrja e kryeministrit Rama drejtuar qarqeve të tij për të afruar opozitën në gjirin e PS, duke i shpërblyer nesër me poste në administrat, po fillon të marrë formë, cili do të jetë fatlumi i ardhshëm i emëruar nën kryetar bashkie.